Hiqni dorë menjëherë nga këto ushqime, po ju shkaktojnë migrenë. Krahas shumë faktorëve, edhe ushqimi ka një ndikim në rritjen e rrezikut nga migrena. Vezët, nëse keni një sistem tretës të ndjeshëm, atëherë ju duhet që të keni kujdes me konsumimin e vezëve. Ato në disa raste mund të rrisin sasinë e amoniakut. Mishi, të gjitha llojet e mishit mund të arrisin në rrezikun e migrenës dhe janë shumë të dëmshme edhe për trurin. Ushqimet e fermentuara, të gjitha turshit, të cilat kanë në bazë uthullën, e rrisin aciditetin dhe gjithashtu ato shërbejnë si nxitës të migrenës. Kripa, tashmë e dim se edhe kripa është shumë e dëmshme për shëndetin. Vajrat, disa lloje të ndryshme të vajrave munden që të jenë shkaktar të migrenës, kështu që duhet të keni kujdes edhe gjatë konsumit të tyre.